Polici nxjerrin njerëz në prit për vrasje, vetëm polici nuk e kanë emrin. Janë më kriminalë se kriminalët. Nuk ishte lozha ai që bëra, domethënë, ishte dhe ajo nuk është thjesht meritë e policisë ai 80%. Ajo është kodi penal. Çfarë duhet bërë në këtë lloj situate? Tërmet, policia do reform nga zero deri sipër. Ja, po kanë halle të tjera. E lan testin e drogës. E lan testin e drogës. Se të kthehem unë ke policia, s'kemë. E lan testin e drogës. Se e lan, njëri ditë dilnin kështu, jo po ishte me zemër, me prolaps, e kuptonte edhe ilaçet e zemrës i jep. Se e lan testin e drogës. Se ka narkoman plot në radhë të policisë. Droga shitet si rigon, është prej imja, e kam ekskluzivitet domethënë. Droga shitet si rigon mes Tiranës, kokainë flas, nuk flas për ashash. Kështu që në këtë kuadër domethënë ta servirin kështu në lokale, kështu në ambiente intime, kështu për ta servirin për respekt, mos pi as duana që timi të qartë. Po shiten pranë shkollave dhe ambiente dhe më. Kështu që policia ka shumë probleme. Ajo siguria është e tipit kodit penal që dënon rrep për grabitje për gjëra, domethënë kjo është historia, nuk është meritë domethënë e policisë. Është meritë edhe jemi vend i vogël, gjën e bën gjëra, domethënë, por kryesisht është dënimi i rënd që jepet. Domethënë dhe mospasja e migrantëve. Po ta bëjmë gjër pyetjen. Rrim në fushën tuaj. Sa e kriminalizuar është Shqipëria? Shumë, të paktën shumë e kriminalizuar është. Po kopjon Meksikën domethënë. I dështon një pazar droge, vrasin të vllajën e therin, e bëjnë domethënë gjëra që nuk kanë figuruar më parë domethënë. Kas ka lidhje i vllai ose kas ka lidhje në një afër domethënë. Plus pastaj shqiptarët, prandaj u thash që ke gjyqtarët e kanë temperamentet, duan të jenë ku do të parë. Mafia shqiptare në kuptimin e mafjes nuk është. Kemi mafia ne? Ja. Jo. Në kuptimin, të ja u them se ka grupe shumë të rrezikshme kriminale, po jo mafia. Mafia do të thotë që mblidhet kupola këtu, siç jemi në Caburrën, tavolinë të errët atje, në Syze, që më ndoshta edhe se njohin një tjetër. Se nga Italia vijnë her pas here deklarata të forta për shembull nga. Po klane familjare, po mafia do të thotë që të mos rash Mafia shqiptare është shumë e rrezikshme. Ka çik racizëm nga Italia, nëse e ke, domethënë për mendimin tim. Asociacioni. Do të thënë ne kemi vetëm krim të organizuar, jo mafia. Ja ta them, Asociacioni mafiozi edhe për një foto me një mafioz janë dënuar shqiptarët ndalje. Të paktën këto informacione kam. Pak racizëm ka, nuk është se e nisa ta thoja që parë do ta vazhdoj nëse do më lejon. Shqiptarët duan të jenë ku do të parë. E kjo i ka bërë domethënë edhe problematik. Pra kërkojnë, le të themi, marrjen e drogës nga origjina. Në moment që kërkojnë marrjen e drogës në origjinë, në këtë moment i ke krijuar problemet. Si ke krijuar probleme? Ai është një treg i vendosur. Hyn ti në treg, krijon përplasje me klanet e tjera. Unë nuk them që s'ka krim të organizuar. Krimi organizuar është në super nivele. Kemi Xibrakën, kemi Frakullon, kemi sasirat radhore droge. E kisha mafje, s'ka mafje në kuptimin e edukatës mafioze. Ka disiplinë mafja. Nuk e kemi ne këtë disiplinë. Në kuptimin e protokollit, po themi të mafjes. Po. S'ka protokoll. Nuk e kemi. Klasik të mafjes. Nuk mund të rrafësh një njeri kot në zonën që kontrollohet, sepse i krijon probleme. Kur thash nuk mund të dhunosh, e banalizova. Nuk flitet pas sa vrasësh kot. Pyet një tash një njeri që është në Asmaria edhe nëse është pjesë e një grupi mafioz, pse po merr hak për vllajën? Absolutisht. Shkon e merr hakun për vllajën dhe s'pyet fare ta zën për kapën, po nuk ndodhin këto atje pra neve na mungon disiplina. Në këtë kuptim e kisha. Pastaj në shkallën e rrezikshmërisë ai se flasim. Domethënë ha diskutim pasaj që. Po organizimi nuk është i kësaj natyre, më tepër është krajinor, lokal fisnor, domethënë miqësor. Nuk është e tipit ta zëm jugun e ka ky grup, s'len ndëry njerëj e tjera, mblidhen marrin vendime, nuk besoj se dhe ju jeni dakord me këtë pjesë. Tu e kisha, nuk flas, nuk doja të zbusja. Ndërsa shqiptarët duke tentuar atje janë bërë problem për gjitha klanet mafioze. Unë po ju marr shembull si e mendoj. Nuk e di droga e Xibrakës. Grupi më duket që e kërkoi targodiste ishte nga Gjermania, domethënë policia gjermane. Unë si e mendoj unë. Shprish u tregun në Gjermani. Sepse prodhoi shumë. Me herë mafiozët e Gjermanisë fillojnë tash, ata që jeshin. Nga na vjen këtë drogë, nga hyri nga syri, telefonatat, policia në Shqipëri. Kaq janë thjeshta. Shqiptarët kanë kërkuar origjinën dhe duke kërkuar origjinën, pra nga kanabisi, prandaj thash që thatë për Sami, nga kanabisi kanë kaluar ke drogat e forta dhe kanë pasuri prallore,
Dhe këto lek duan të investojnë në zgjedhje dhe janë vërtet lek shumë të rrezikshme. Mos them pasaj për pastrimin e lekëve etj, se më thoshte njëri ti je ekspert çfarë punë keti me çmimet e banesave. Si çfarë punë kam me çmimet e banesave? Do blejnë fëmijë tan shtëpi apo s'do blejnë shtëpi? Gjithë ato banesat pashitura, çmimi 4000 euro metri, po ku jemi më? Pastrojnë lek përmes ndërtimit në Tiranë? Patjetër. Kush e pastron këto lek? Në kuptimin. S'po flas për emra, unë e kam. Unë edhe ndërtimin e njoh, domethënë për rasti para ca vitesh kam pas një mini aktivitet kështu, po që nuk e justifikojnë ato çmime. Që në moment, po ju them do pronari 40%, po e marrim si shumë. Po. 40% herë 2. Po e zëm çmimin e shitjes me kosën. Çmimi i shitjes me kosën 4 ose 5 fish, po e zëm herë 2. Kosës vajti 80%. Po. Kush hyn për 20%? 20% që është për 2 vjet, 3 vjet. Sa i bie? 2%, 5%? Që në momentin që tarifa e pronarit është në drejt nivelit ta çojë edhe 100%, as më intereson fare. Nuk jam kundër pronarit. Nuk e di ta shpjegoj qartë. Pronari merr 40%, herë 2 që e shet të ka marrë 80% fitimit. Atëherë do ke taks 5% bashki, ke taks tjera të vëshëra të gjitha për çfarë i hyn kësaj loje? Kush e bën rregullatorin për të le të themi rregulluar këtë? Lirimi i tregut e bën rregullatorin. Brenda ligjit lirimi i tregut. Një plan kombëtar, po e them i dyti mas atij, po se jam i dyti që e di, domethënë një plan kombëtar të tipit që as dritarën sa bëhet do të ngjyrë tjetër. Masive dhe kush dojlet le dalin treg që plotson parametrat ligjor, ta marrë ta bëjë atë leje, por i marrë. Automatikisht kjo ul edhe çmimet? Absolutisht po. Po e le të lirë patjetër. Do gjë ndaluar, po Al Capone kështu tha kur ndalun uiskin, qeveria na ka bërë një dhuratë të çmor. Çdo gjë ndaluar është vërtet bëhet moll. Që se mund marrë i lekë, ore po ja bëj shumë thjesht, doni ti u thjeshtoj më shumë. Është ndërtimi i mas teatrit? Po. S'kam asgjë as me ndërtuesin as me zhvilluesin. Qeveria thot, "Do na bëj teatrin ky." Dhurat. E para nuk po jemi diskutimit duhet bërë teatri, s'duhet bërë. Ja, është tjetër fare, del nga ne. Po. Mendoni se po të më jepnin mua. Edhe ju mos kujtoni se s'e bëni dot. Mendoni se po të më jepnin mua atë ndërtim, nuk bëja dot një teatr, dhuratën 1000 metra dyqan është. Kaq thjesht. Është 7000, nuk shkon 7 milionë euro teatr. E zmadhore. 1000 metra dyqan, zëre si kishe. Aman ke pasuri prallore për të jetë. Na bën kështu kryeministri sikur i bën derdhën, se na fyn intelektin ta Erion Velia, ta e dramat. Të dhunojnë intelektualisht, domethënë është kushdo xhanam që të dhunon intelektualisht, mas edhe të krau tjetër, domethënë, po që të fyn, hyri atje në hyrin gar nuk do betonoj asgjë. Të gjitha vendeve që i ka thënë Rama jo, Velia i ka thënë po. S'ka lënë lulishte në këmbë. Po nuk e penalizoj për këtë. Po ju them diçka tjetër. Keni ardhur nga Tirana? Nga Durrësi për në Tiranë? Është ajo hinka djathtas? Dakord, bëre hink, nuk ke fond. Dakord, në rregull. Para një herë është skandaloz edhe në pjesësi të gjitha elamat e pjesën e Mikalimit. Po hinkës ti futën një pallat 20 kaç atje, që ajo gelet hink për të rjetën. Dhe për më shumë se sa i incineratorët, mos tema i incineratorëve ishte skandal, domethënë në Fier persona Hamburg dhe incineratori në këmbë. Në Elbasan incineratori në këmbë persona Hamburg. Në Tiranë s'kishte incineratorë. Tallash me gjithë miletin, domethënë ja ku është incineratori shkoni shikojeni. Kështu që ka krime më të mëdha se kjo. I fut lejen aty, se pa s'bëhet më. S'bëhet më. Inka s'bëhet, do ngjelet tink për të rjetën. Bëhet sa dush rrugat e gjera, shishe ujtit, nxjerr ujë sa çka grykun, jo sa çka fundin. Që kaq, po krijove inka të tilla. Flasim pak për të shfrytzuar dhe kohën. Flasim pak për një ngjarje që ndodhi para disa ditësh në Tiranë, besoj e keni ndjekur, ku fillimisht u raportua për një çift palestinez, por në fund rezultuan babebi dhe reja 24 vjeçare u vra dhe u gjende pa jetë në një banesë me qira në Tiranë. Mediat hollandeze orët e fundit po raportojnë se dyshohet që autori i jati i viktimës fshihet në Holland, pasi dyshimet e para ishin se mund kishte ikur në drejtim të Libanit. Shumë mister kjo vrasje. Ata hyn
pa pikën e problemit në territorin ton, nga aeroporti Nën Tereza, si turist, me nënshtetësi greke, sepse kishin edhe nënshtetësi greke. Çfarë do thotë? Duhet kemi filtra vrasje të tilla. duhet kemi filtra. Ku të çon? Konkretisht ty, ku të çon perceptimi, domethënë i gjen dot fundin një vrasje të tillë që është mbërthyer me mister. Policia shqiptare për holandezë shpresoj shumë, sepse në Se është kërkuar dhe ndihma nga Interpol për të dhëna për familjarët. Për policinë holandeze shpresoj shumë, mund t'ju them edhe pse shpresoj, domethënë këto grupet e Mossadit që eliminuan gjitha krerët e organizatës për çlimin e Palestinës vetëm në Hollandë ranë. Domethënë i arrestoi policia. Në asnjë vend, domethënë gjitha vendet kishin shpëtuar, kështu që shpresoj ka i polici fantastike, sidomos kjo trupa elitare mbretërore. Kanë bërë operacione fantastike. Kurse ne nuk i monitorojmë dot. Mendoni ardhen e palestinezëve. Mendoni ardhen e palestinezëve se çfarë problemi do jenë, nuk jam racist, nuk kam asgjë me atë popull, por kanë mentalitet tjetër, kanë kulturë tjetër. Mentaliteti zgjidhes probleme me vrasje, domethënë pak a shumë shqyqyr që u shua, domethënë, ose u minimizuan në Shqipëri. Të arritë të rikthehet prapë, domethënë se edhe babai qofse është vrasje gjithmonë, domethënë. Babait bien, domethënë me optikën e ekspertit kriminalistikës. Bëhet gjëra pa mundë. Si zbërtheni ju këtë vrasje? Si zbërthej, unë kam shumë pak informacione dhe përgjithsisht domethënë më pëlqen të flas me letra përpara, por që jo, pistat e mundshme për shembull. Unë zbërthej pistat e mundshme pa dashur të hyj njeriu në gjuna, kështu se po flasim shumë. Mund të jetë në një pjesë morale, domethënë, ndoshta në një lidhje gocës, fakti që janë dhe muslimanë janë shumë sensitiv, ndoshta ndaj kësaj nuk besoj për gjë tjetër, domethënë. Gjithsesi, unë nuk jam që të mos jemi shtet i hapur, por paralel me faktin që ti je shtet i hapur, duhet të rrit kualiteti i policisë, si sapo e përmendëm, domethënë që këto krimet e lëvizëse janë vërtet krime problematike. Policia shqiptare, le të themi, ndoshta edhe për mungesë dëshire nuk menaxhon dot zonën e vet, se po e marr një rast për shembull. Unë nuk do ta fajsoja një, le të themi, inspektor krimesh ose OPG në zonës ose SPZ në zonës, specialisti i policimit në komitet, por për një individ kriminal që mund shihet, ndoshta nuk merr informacion. Po për një aktivitet kriminal të madh, le të themi të tipit call center, forex, bitcoin, që duan vjedhje energjie, hyn nga 20-30 veta në turn, 50 veta, dhe inspektori i zonës domethënë nuk e gjen dot. Inspektori i zonës pastaj dikush i buzëqesh, domethënë, ose dikush i thot mbyllë syrin mos e hap për këtë rast. Kështu që krimet tilla këto janë krime lëvizje dhe janë krime të vështira në fakt. Domethënë, edhe kur lëvizin brenda vendit, le të themi ndodhi krim ta zëm në Vlorë dhe gjendet viktima, po e marr si shembull Vlorën ose marr shumë Tiranën. Kemi pas një rast që kemi gjetur një viktimë mbrapa Dajtit. Madje qenë të stanit e gjetën, domethënë, edhe ajo arriti që zbulohet, por krimet e lëvizshme janë vërtet problematik. Edhe këtij lloji është, domethënë, është vjen një njerëz me një identitet që s'ke asnjë të dhënë, nuk e di kush është, ai mund të ketë një precedent kriminal.